Elementi kryesor i manovrimit motor është normalisht timoni, është një ndër pjesët më të rëndësishme që sidomos motoristët e ri duhet njohin më së miri kur ngasin motorin për herë të parë. Dhe pikërisht për këtë do flasim në videon e sotme, ku do shpjegojmë komponentet kryesor në motora, do shohim motora sportiv, do shohim motora touring dhe do shohim gjithashtu dhe motorat në kategori më të vogël, që janë nga 250 deri në 500. Elementi i parë kryesor që timoni i motorit ka është normalisht peshat anësore. Një gjë interesante për peshat anësore është që zakonisht motoristët e vjetër, por edhe serviset, këto peshat e motorave i trajtojnë sikur janë mbrojtës e timonit, ama realisht funksioni kryesor i këtyre peshave është që truaj stabilitetin e timonit, prandaj fabrikisht këto vijnë sipas manualit, normalisht vijnë të rënda, sepse funksioni i parë kryesor normalisht është që të ketë sa më stabilitet timoni, sa më shumë peshë timoni të ketë, aq më stabil është normalisht, sidomos kur ka gura të vegjël ose kur ti ke lëshuar të dyja duart në timon. Funksioni i dytë kryesor i këtyre është që truaj duart nga vibrimet, domethënë nëse ne jemi zakonisht në udhëtime të gjata, shpesh herë vëmë re një mpirje duarve, nëse këto i kanë të fabrikës, zakonisht kjo mpirje nuk ekziston, sepse këtë funksion kanë që truajnë edhe nga vibrimet. Shoh shumë motorista që këto i zëvendësojnë me kinezën, ndoshta për të dukur më bukur, por kjo nuk i bën mirë, qoftë juve, qoftë motorit, sepse e para punës mund të rrezikoj stabilitetin e timonit dhe e dyta punës do ju mpihen duart shumë shpesh. Dhe funksioni i tretë kryesor normalisht është që edhe ta mbron motorin, nëse motori rrezohet e ke më thjesht zëvendësosh këtë sesa të zëvendësosh gjithë handlebarin apo gjithë timonin. Komponent tjetër i rëndësishëm i timonit është normalisht freni i parëm. Freni i parëm zakonisht frenohet me 2 gishta, nëse je në shpejtësi të larta, mund të përdorësh 4 gishta nëse nuk është se je duke ecë shpejt ose do të jesh i sigurt. Por ideja e frenimit me 1 gisht apo me 2 gishta, unë për shembull përdor 1 gisht. Ideja e frenimit me 1 gisht apo 2 gishta është që ti të kesh sa më shumë kontroll te gazi. Unë frenoj me 1 gisht sepse e kam kontrollin te gazi plot dhe nuk ka shanse që gazi të lëvizi kur unë kam vetëm 1 gisht e freni. Me 2 gishta normalisht edhe mund të rrëshjasi dora, kurse me 4 gishta është ekstrem dhe nuk para përdoret kur je ti duke bërë ecje të shpejta, qoftë në rrugë, qoftë edhe në pistë. Pastaj freni normalisht mund të regjistrohet sipas dëshirës, shumica e komponentëve të motorave sportiv, sidomos të rinjtë kanë frenin të regjistruar në varësi dorës që ti ke. Edhe për këtë do flasim në një temë komplet tjetër për regjistrimin e frenit edhe si funksionon kjo pjesë. Një element tjetër i handlebarit apo i timonit është kill switchi. Është një gjë që nuk është se ka ndonjë funksion përveç se rasteve emergjente. Kam parë shumë motoristë që thonë është më mirë ta fikësh me kill switch, po logjikën sepse nuk ma ka shpjeguar askush. Kill switchi zakonisht mund të përdoret kur ti je në një malore dhe do ta lësh motorin marsh, e ke më kollaj ta fikësh, sepse e ke dorën te freni dhe fik kollaj, nuk do rish ta heqësh dorën nga freni se mund të lëvizë motorin brapa derisa të fikësh çelësin. Motorat zakonisht kanë dhe kombalecën që në momentin që ti e ke në marsh dhe ul kombalecën fiket. Kështu që kill switchin shumicën e rasteve është për raste emergjente. Një buton tjetër që kemi në timon është starteri ose motorino, që në momentin që ti hap kuadrin edhe e ke në folje ose kur e ke marsh duhet shtypur freksioni, ti shtyp këtë butonin dhe motori ndizet. Që unë kam harruar kill switchin fik. Se bën shumë zhurmë. Një element tjetër që zakonisht nëpër motora sportiv përdoret shumë është armbendi këtu te depozita e alkoolit frenave. Kam vënë re që shumë motorista të vjetër e shpjegojnë këtë armbendin këtu te depozita me idenë që nëse ka rrjedhje depozita, kjo të mbrojë komponentët e motorit nga gryrja apo nga alkooli frenave. Kjo është futja kot, sepse në momentin që depozita të shqar ose kapaku është hapur, ti duhet ta zëvendësosh, jo ti vendosësh armbend që ajo të vazhdojë rrjedhjen, sepse frenat janë, siç e thash, gjëja më kryesore. Element tjetër i timonit normalisht janë regjistruesit e amortizatorëve të para. Kjo është një temë shumë e rëndësishme që ne do e trajtojmë veçmos në një video tjetër, sepse kam parë që shumë motoristë në Shqipëri, por mos thon 99% e tyre nuk dinë të regjistrojnë amortizatorët, që është një ndër gjërat kryesore kur ti vendos të ecës agresiv nëpër kthesa apo edhe në pistë. Zakonisht motorat e ri këtë amortizimin e kanë me regjistrim elektronik, por motorat e këtyre viteve zakonisht
e kanë regjistrimin manual. Këtu normalisht kemi çelësin që hap kuadrin, momentin që ne duam ndezim motorin, hap kuadrin dhe shtyp starterin. Nga krahu tjetër, gjëja kryesore që është këtu është leva e freksionit, që nëse motori juaj nuk e ka një levë tillë, ka një probabilitet shumë të lartë që t'jeni gay. Dhe edhe kjo po ashtu në shumicën e rasteve është e regjistrueshme mbas dorës, po siç e thash për këtë do flasim në një ditë tjetër. Një ndër butonat kryesor këtu është poweri dhe tractioni. Nëse ne shohim ZX6 në këtë rast, për disa modele motorash kanë power low ose full. Zakonisht power low përdoret kur kemi ditët me shi ose për motoristët e ri që duan ta nisin me motora të mëdhenj, në mënyrë që mos kenë aq shumë fuqi, sepse power low i heq disa kuaj fuqi motorit. Kurse kur jemi me power full, atëherë motori është me kuaj fuqi maksimal dhe është për ngarës me eksperiencë normalisht. Traction nga ana tjetër normalisht është një temë që do flitet në vete, është bllokimi i gomës, sidomos në momentet që ka shi. Zakonisht tractioni vendoset te treshi. Ka dhe motora që kanë 5 modalitete tractioni, 2 modalitete tractioni, or off zakonisht mund përdoret në pistë, ose një mund përdoret nëpër rrugë kur je duke ecë shpejt, kurse treshi zakonisht përdoren në shi, por siç e thash do e flasim në një ditë komplet tjetër. Një tjetër komponent i krahut të majt është dritat e shkurtra dhe dritat e gjata. Shkurtrat këtu dhe gjatat këtu, dhe këtu kemi pasin. Që përdoret kur do t'ja bësh dikujt me drita. Kemi sinjalet, majtas, gjathas, dhe këtu jemi off, pra kur e shtyp mes është sinjali off, dhe kemi dhe borin. Këto janë komponentet kryesorë që duhet keni parasysh gjithmonë në motora, sidomos në motora sportiv. Këtu kemi një motor automat, dhe siç mund ta shikoni i mungon leva e freksionit, i mungon dhe leva marsheve normalisht. Zakonisht këto kanë marshet me plus minus, dhe përdoren shumë nga motoristët e ri që e kanë kontrollin 100% e motorit dhe nuk kanë pse udhtohen me marshin, ose përdoret edhe për ato që bëjnë ture shumë gjata për sa më shumë komfort. Elementet që një timon i zakonisht motorave touring ka, normalisht që është kill switchi, që kanë gjithë motorat. Motorat automat kanë D, N dhe S. D-ja është për të futur marsh dhe për të vazhduar rrugën, S-ja është për të futur në një mod që quhet sport mode, dhe N-ja normalisht është neutrali. Kemi starteri normalisht, që ndez motorin, ose motorinon, quajeni si doni. Zakonisht motorat që vijnë nga Anglia janë me ngrohëset Oxford, që kanë disa modalitete ngrohje duarsh, sepse ato që merren me touring zakonisht nuk pyesin a është ver apo dimër, i përdorin motorat qoftë ver qoftë dimër. Prandaj edhe në vend peshave zakonisht këto mbrojtëset e erës për duart, sepse edhe nuk është se janë motora që kanë ndonjë fuqi shumë të madhe që ti duhet shumë fare instabiliteti i timonit në shpejtësi të larta. Zakonisht timonat e motorave touring zakonisht nëpër timona vendosen dhe ato butonat e lupave, që në shumicën e rasteve këto i kanë ose thjesht stabël lupat gjithmonë ndezur, ose me flash, që i bëjnë fikndez që duken sa më shumë, sidomos kur ka mjegull ose kur është natën dhe është sirë totale. Normalisht kanë çelësin që hap kuadrin. Një gjë interesante te këto motorat është freni i dorës, nga që këto nuk i lë dot marsh kur janë malore, normalisht duhet i lësh me fren dore që motori mos iki. Kanë tractionin, shumica e motorave të ri kanë traction, ndoshta motorat pak më të vjetër nuk e kanë fare tractionin. Ky për shembull është një Honda NC 2020 dhe tractionin e ka me 2 nivele. Po ta shtyp një herë, tractioni kalon nivelin e parë, po ta shtyp edhe një herë tjetër, kalon me 2 nivele. Po ta mbaj fikur, tractioni fiket fare. Zakonisht kanë blokazhin, kur ti ndez gjitha sinjalet. Një gjë e keqe që mua s'm pëlqen te Honda është e kanë pasin këtu dhe nuk e kanë këtu ku e kanë gjithë motorat. Dhe një gjë tjetër e keqe prapë te dora e majt në timonin e Hondave është dhe boria. Tani me modelet e fundit e kanë ndruar, por zakonisht e kanë borinë tu sipër, ndërkohë që ne jemi mësuar duke pas borinë këtu. Dhe në rast emergjent kur je me Honda, edhe je mësuar me motora të tjerë, ti shkon shtyp këtë dhe ndoshta nuk parandalon një rast që mund të jetë burim aksidenti. Këto janë zakonisht motora touring. Qofse do flasim pastaj për CBR 500, kategoria më e vogël, edhe këto kanë të njëjtat komponentë pothuajse.
kill switchin, kam blokazhin, kam starterin, chasin normalisht, këtu kam një grop që mund vendosësh edhe mbajtësi telefoni, borin, Honda nga borin më të bezdishme nga të gjitha, unë kam pas CBR 250 për gati 2 vite, dhe bezdia më e madhe ka qenë boria, se ne jemi mësuar këtu, ndërkohë Honda ka këtu sipër, dhe kur jemi në rast emergjente ne shtypim sinjali hapet kështu majtas, hapet kështu djathtash dhe këtu fiket.